Të gjithë pejgamberët e Allahut në tokë tek njerëzimi erdhen për ta përçuar nga krijuesi këtë mesazh deri tek njerëzit. Se duhet mohohet adhurimi çdo kujt tjetër përpos Allahut. Ai është la ilahe. Dhe të pohohet, të deklarohet me pohim se adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Këtë gjejmë te të gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, kemi ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Para thotë Allahu i madhro, nuk kemi dërguar para teje ndonjë të dërguar, ndonjë pejgamber, e të mos i shpallim atij se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përpos meje, andaj mua më adhuroni. Thotë Allahu subhanahu wa taala kur flet për Nuhin alayhis salam, për Hudin dhe për Salihin, 3 profetë Allahu subhanahu wa taala të vjetër. Çka i thanë ata popujve të tyre? Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O popullim, adhuroni Allahun se ju nuk keni Zot tjetër për të adhuruar përpos tij. Të njëjtat fjalë janë të shprehura dhe të fjala e bukur. Pra kjo që ka motoja e mesazhi kryesor i të gjithë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Ne duhet ta dimë këtë, se gjithë pejgamberët erdhën me një mesazh. Cili është mesazhi? Është mesazhi që është shprehur në fjalën e bukur, në fjalën la ilaha illallah. Çka do të thonë fjala la ilaha illallah? Pra të mohosh çdo adhurim tjetër përpos që i drejtohet dikujt tjetër përpos Allahut dhe ta pohosh të vërtetën se adhurimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Kemi dërguar te çdo popull pejgamber. Me çka? Adhuroni Allahun dhe largohuni nga taguti, që është dikush tjetër Zot i pavërtet i cili thret në adhurimin e vetvetes.